Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas protestës së fundit të opozitës para kryeministrisë, duke akuzuar Partinë Demokratike se është e vetmja forcë parlamentare në Europë që sipas tij ka ushtrimin e dhunës pjesë të aktivitetit politik. Në podcastin e tij, Rama deklaroi se protestat e organizuara nga PD përfshin persona të paguar për të kryer akte dhune. Sipas tij, bëhet fjalë për individ të rekrutuar që hedhin mjete ndezëse, maskohen dhe shmangin identifikimin nga kamerat e sigurisë. Kreu i qeverisë krahasoi situatën me protesta të dhunshme në vende të tjera europiane, ku shpesh veprojnë grupe anarkiste apo ekstremiste. Pra i theksoi se në rastin e Shqipërisë bëhet fjalë për një parti parlamentare që sipas tij e ka shoqëruar aktivitetin e saj me dhunë që nga themelimi. Rama deklaroi se gjatë përshkallëzimit të fundit janë përdorur edhe mjete artizanale shpërthyese, duke shkaktuar lëndime tek punonjësit e policisë. Ai akuzoi drejtuesit e opozitës se synojnë të prodhojnë pamjen që dëmtojnë imazhin e vendit në mediat ndërkombëtare. Në deklaratën e tij, kryeministri përdori tone të ashpra, duke cilësuar situatën si një shenjë të dobësimit të mëtejshëm të opozitës. Ai e përshkroi Partinë Demokratike si një forcë pa mision të qartë politik që funksionon vetëm për të prodhuar përplasje dhe tension. Rama shtoi se protestat e fundit nuk përfaqësojnë sipas tij një lëvizje qytetare, por një organizim të strukturuar për të krijuar kaos dhe për dëmtuar institucionet. Deklaratat e kryeministrit vinë në një moment tensioni politik pas përshkallëzimit të protestës ku pati përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit. Ngjarjet kanë rikthyer debatin mbi mënyrën e organizimit të protestave dhe përgjegjësinë politike për aktet e dhunës. Nga ana tjetër, opozita ka hedhur poshtë akuzat duke i cilësuar ato si përpjekje për të delegjitimuar protestat dhe për të shmangur vëmendje nga problematikat që sipas saj kanë nxitur reagimin qytetar. Klima politike mbetet e tensionuar, ndërsa pritet të shihet nëse do të ketë reagime të tjera institucionale apo zhvillime të reja në ditët në vijim.